Potencialisht në restorantin më të bukur me interierin më të veçantë krejt rajonin e Vestfalias në afërsi të qytetit të Dortmundit veç këqëren një njerëz. Absolutisht e jashtëzakonshme. Këqëre edhe pikturën ka penal? Ndërkohë, Azdren Shala është personi që fshihet prapa këtij projekti. Azdren, falenderoj që pranove mu intervistu mas pare. Falenderoj dhe juve. Apo na kallëzon që shke ardhë me qitë koncept njeri, tepër i veçantë. Unë kur hina për një ma murë vëmendjen. Tash ti kena me bu një tur bashkaresh se shumë gjënesh, po më interesën qysh ka fillu, qysh ke nis të jepe i Mitrovicës për ndryshe. Jeton në Kosovë? Edhe operoj me zyrën në Prishtinë, Dragodan realisht, studio e Kuamrin, studio 3. Okej. Edhe me pronarin e lokalit nësë një njoftë ma herët, po e ka po një projekt tonë në Kosovë, na ka kontaktu. Kanë qenë realisht 3 zyre të arkitekturës që bojnë interierë në Gjermani, edhe na jena konë konkurent me sërën e 3 javë, do më thonë gjithsej 4. Edhe në fund... Për me fitu projektit? Për me fitu konceptin e projektit. Okej. Edhe në fund, kompania zyra projektuese që e ka po projektin për marrjen e lejes në komunën e Izerlon, ka vendosur bashkërisht me pronarin për cilën kompani me vazhdu interierin. Okej. Edhe te ke fitu, do me thonë, mesin... Prej që të 4 jena zgjedh nga si studio që ja këna qëllu pikës, kështu. Fantastike. Qa është përku. E sa ko të desht me ardhë me qitë koncept që shto se ka gjatë gjamë për rokë edhe sigurisht ka qenë sfiduse me menu tënë këto detaje. Mas pari që kjo? Po më interesën me di, qka do me thonë që kjo? Qëman, fillimisht do na me të regu që kur kom ardhë herën e parë këtu, investitori në këtë rast më ka dërgu të 5 steakhouse-at më të mirë në region. Okej. Edhe ideja ka qenë që me dalë maj mirë se që atat 5-tit, edhe me u punu komplet, mos thëmë për 90% e punëve prej Kosovës. Okej. Edhe tu i poqë ato të 5-tat, mande e kena lypë 2 mujtit ko, se veçantia jonë si studio është të paktën që ashtu e besojmë na, që i kushtojmë bajegi shumë kohë se cilit projekt. Edhe tentojmë një evat pjesën shpirtërore se cilit projekt. Tash nëse përfollim për qitë pjesën sakt këtu, më nëshmi pa që janë 3 helmeta të pësëritëra, që realisht simbolizojnë 3 helmeta i lire. Okej. Edhe nikosisht simbolizojnë 3 vlezërit mulaku që janë pronarët e lokalit. Wow, okej. Faktikisht njëni për vlezërve ndjes të pashtë veç ka vdek pak para se me uqel lokali. Okej. Ai ka qenë inxhinier i elektros edhe kena pas fatin me bashkëpunu bashkë me Arbër Mulakun. Okej. Ai ka bu komplet pjesën e punës së elektros, inxhinierisë elektros edhe smart sistemin për me funksionu ndryshimin në lokal. E që kjo ka qenë ideja jote, do me thonë? Po, komplet që kjo është bu ideja studios tonë. Mandej këtu gjanat kombëtare kanë qenë edhe si kërkesë i lirit si investitor, po edhe si qefi joni që me pru edhe diçka për neve që ka me egzistu për një kohë gjatë në Gjermani, sa që është në Zerban. Tani nëse e shek këtu një pjesë pak më figurative është edhe për krenarja Skënderbeut, që e kena inkorporu në qëtë pjesë. Fillimisht ka qenë ideja me bu të oksidum, po për shkak të higjienës, ishme qenë pak ma problem, mandej e kena bu me ngjyrosje që me e nxerrsat efektin e oksidimit metalit. Edhe sfidu konë me mbrit ditë e puna e LED-it, se bajagi din me clash kur ti merresh me histori edhe qëtë LED dikon. Po mandena që të LED-in e kena ripërpunu me njëjtë me piktorin edhe me pjesën e mobilerisë që e kam punu, e kena ripërpunu që me dalë diçka edhe LED-i si retro, mos me tinglu bashkë, mos me dok direkt si LED modern, më na klesherat historia me një pjesë shumë tre. Amo kjo po ta merr synin, do me thonë, absolutisht e jashtëzakonshme, fantastike, si copës arti po doket, me marrë me qume në i muzej dikon. Po, ideja u konë sigurisht kishtë rreq. Fix. Pjesa e tavanit që është komplet e pikturume me dorë. Wow, një me që kjo ke e jashtëzakonshme, edhe që kjo ka qenë, do me thonë, pjesë e projektit që e ke kriju ti. Po. A e ke imaginu qysh ke ardhë me qitë ide? A e ke pos në mendje të me thonë si imazh, apo ka qenë diçka që... No. Pjesa e pikturës në altë është e inspirume prej pikturës ngritjes të Herkulesit në qiell. Okej. Po mandej normal që i kena largu pjesë greke, për shkak se jena me një steakhouse të ushqimit Argentinës, edhe slidhet qaja pikturë me këto, edhe kena bu një restrukturim të njëjtës pikturë, ku ka ardhë një bashkëpunëtori joni për Kosovës, edhe për rreth 2 muaj gjysmë kujtoj. Okej. E ka bu herën e parë vizatimin, modulimin, vizatimin edhe i pikturën mbite. Wow.
që kjo pjesa qëre. Tash kjo Do pjesa... me thonë që është dokët, Jop. një tavolinë, një kënd, një hapësirë, e një tavolinë ku njerëzit ulen me hongër darkë. Qëre qëfar koncepti fantastik. Azdren, që ka mund është me na thonë, tash t'i kjo krejt komplet një diskin tjetër. Ideja është që lokali ka qenë paka shumë i madhe dhe mos me u përsërit si ambiente. Okej. Që edhe njerëz që vinë, klientë që vinë me pas mundësinë mos me u përsërit në bamendit të kohën i njëjti ambient. Okej. Edhe specialin që të pjesë pse e kena përdorë që të sistem të ndarjes tavolina një lloj privatësie, ka qenë se gjatë ditës tash faktikisht kur përbëjmë xhirimin është natë, po gjatë ditës ti mundesh me pa edhe pjesën e liçenit jashtë, se nuk ta ndërprejnë, edhe njëkohësisht e marrim edhe dritën për jashtë, dritën natyrale që është si sen kryesor, që të mundohu me shfrytzu krejt arkitektat realisht. Qëfar se këtu po duken si me qenë 2-3 restorante me një ven. Do me thonë edhe ky shanki fantastik këtu, kur po futesh kjo hapësira me vena, detaje, të në anë, ka do që po këshyrë. Tash nëse shkojna ka hymja, se janë nesëm prej atje, po nëse shkojna ka hymja të sheqen pjesën kur hen klienti në lokal, qysh në fillim e kryen qatë vibin që o ka hen me një steakhouse. Nuk mundet me menu që po hen, po thëmë, kushtimisht me një restoran italian. Po qysh në start e din që kur vjen në qëtë lokal të u bazu në ngjyra, sidomos në ngjyra që janë veç sistem, thujan kitë botën, e zeza dhe kuqja e mbëlt, ta e pshat e din që jetu hi në steakhouse. Edhe dera njëkohësisht qysh në hymi, halo para se me i është dera me ngjyrë të kuqe. Qëfar dera njëri, fantastike. Azdren, se qatë shumë pas me folë, po na mesin gjysë sanet. Do me thonë, krejt ky objekt edhe jashtë edhe brenda është dizajnu prej teje. Komplet, pjesa e jashtme është bon bashkëpunim me zyrën gjermane, cilët kanë marrë lejen, se janë të licencum për atë punë, kanë marrë lejen për ekzekutimin e projektit. Se kjo pjesa këtu është ekzistuese, përderisa pjesa e pavilonit që e shohim ande është pjesë e ndërtuar e re. Nuk ka qenë fillimisht, po ndaj është ndërtuar një konstruksion metalik që e shohim edhe për mbrana ka të hyjë. Këtu po duket më shumë si impiant gastronomie se sa një restorant i vetëm kështu. Po çaj arsye edhe pse ka zgat bagi gat. So ka qenë sfiduese për ty se kjo është puna e parë jote në Gjermani. Realisht punon në Kosovë, mirë po e ke marrë një projekt në Gjermani. Apo kallëzon tash so dallon eksperiencat e tua në Kosovë, në Gjermani, so ke pas tërem fillim, problemet burokratike, pengesat, do gjana shkojnë krejt gjana shkojnë krejtësisht ndryshe prej. Realisht, punë në Gjermani na e dim që kem diasporë shumë. Punë në Gjermani ka 5 vjetë që i bojmë, por një projekti për masave tilla na ka jep neve një derë 3 për Evropën, Gjermaninë edhe Evropën, besoj. Se është sfiduese, sidomos në raport na nim shumë shpesh që po bojmë projekte për Kosovës për Gjermani, po bojmë realizimin për Kosovës për Gjermani, po shumë lehtë është kur ta bëj projektin në ty, se të kam djalë të hallës, se të kam diçka dhe vita realizoj kuzhinën në shtëpi. Edhe kemi mbikëqyr ti. Po kur vjen me mbikëqyr një institucion si komuna i Zëllonit në këtë rast, u kom pak trem dorën në zemër se dishim çka po pritet. Edhe se din çka po të pret për ty eksperienca e parë, apo pranohet, as po pranohet, çat shumë sene sigurisht në kon të ndodh edhe në kokën tonë. Tan kohë nuk kam presion i madh, po çush më thon, kur e diskutojmë edhe me kolegë tjerë arkitekt, na shpesh herë gabojmë të tentu me hek stresin, me hek ngarkesën, e otherwise ideja më e mirë është me menu me jetu me të, se zbuhet ndryshe. E vërtet. Tash ti jena të shku te një pjesë tjetër. Ka po na qenë ti, që vendos? Që kjo pjesa knena, është pjesa ku mundëm me pa barin jashtë, tash jëm të largu me inventari prej terasës. Për çka kësa ftoft? Po, se ka kalu sezona. Çka është kjo? Tash kjo është bari dhe kjo është punu për Kosovës. është ardhur pjesë këtë e këna montu këtu. Këtu detajet, më falë që po ndërprej, krejt prej Kosovës a? Krejt prej Kosovës i kena marrë për sipër, i kena menaxhu, deri se ka ardhur puna e montimit. Atje janë prodhu? Po. I keni bord këto? Po. Krejt. Wow. Cila është pjesa jote e preferume, detaji joti preferum në këtë projekt, do me thonë që e ke bo? Po pjesa e hymjes, me thonë do në zamër. Pjesa e hymjes, fantastike ke. Fantastike ke se qaja ta për shtypjen e parë, dhe që aty kena shkri mas shumë, dhe ishë me thonë. Apo? Kur të hen klienti, për shtypja e parë me konë, wow. Po.
Ç'kemi? Këto jemi me pronarin që ju prezantova të steka, apo në kalëzën diçka. Që ka qenë me punu me Azrenin, deri në materializim të këtij projekte fantastik. Do me thonë, asë në Kosovë s'kena qështë. Qa që lumëtur, më pari që kemi kësi djenmosha në Kosovë, që ja kanë qitë pikën për të vërtet me bo restoranin ose më të bukrin në Gjermani, thënë drejten është fantastik. Ta mund është me nga zbulu të so ka kushtu si projekt, Eltara komplet impion të ju më pëquj, do me dhonë se su më pëjthon me restorant, se po harro këgja. Kjo pjesa e parë e këti objekti, e kemi renovu totalisht, është daton nga data 1936, do me thonë gjithë teknologjia, teknike që ekziston aty është dash të bëhet e re, nësa atë pjesën pavilionit Vicianum, pak si vushtria, ti them ashtu, Vicianum vushtria vjetër, ne keshim dëshirë që ta kemi në pjesë të vendlinjës edhe këtu në Gjermani, që më së bukri e realizoj edhe Inter Design Studio 3. Investimi ka qenë milionsh, në dikon rreth 4 milion. 4 milion? 4 milion, mendoj se në Kosovë i këshkry me 1 milion, po këto janë disa gjanat cilat shkojnë pak ma ndryshe, po me ndihmën e shumë prodhuesve kosovar, që kanë punuar këto, e kemi zbritur të 4 milion që normal kë investim do ishte edhe më shumë se 4 milion. A kishe stres njeri të e di që janë të i milionat këto edhe që pritët pëjteje ka të shumë? Po njeri s'kisha stres se unë pa ta pënushtë në background pa i bu vetës reklam baja ke shumë. Apo në bu prej 2014 pa ta startu me hustle vetë kështu. Apo? Okej. Pa ta punu një 2 vjetë do kolegë shumë të respektume dhe kom vazhdu më ndej vetë dhe kom pas ballafaqime gjatë krejt kohës që më kanë kalit. Edhe kam një ekip super fantastike në zyre. Apo so staf jeni? Studioja jote thirrët kompania? Studio 3. Studio 3. Okej, ju merreni me projekte, konsulta, gastronomike, shtëpi, a merreni me shtëpia private? Po, kena përfunduar edhe shtëpi private edhe në Kosovë edhe këtu, edhe objekte. Banesa? Po, kena bërë edhe banesa edhe në Prishtinë realisht. Okej. Ideja është që për momentin na jem staf jam unë edhe janë 4 tjerë në zyre. Par stili është kë? Me çka e kishe identifiku? Këtu komplet e kena nxerr e kena bën një lloj miksi të kohës moderne që është sot. Okej. Po të i marr parasysh që thash edhe më herët, bazën prej Eltarës vjetër e kena miksuar edhe një pjesë që shkon pak më shumë pa retro. Tu ja rujt identitetin, njëkohësisht të qenë koherent me modernën. Po, fiks edhe realisht si në çdo projekt, edhe në këto, si studio tentojmë me bu diçka që i mbijeton kohës. Na jena shpërbly prej kryetarit komunës qytetit të Zërlon me Qelsin e Artë. Kur folëm për respektin e njerëzve këtu. Për projektin? Për projektin që kena bu këtu. Na ka dhuru Qelsin e Artë komunës, kryetari komunës i Zërlonit. Do me thonë njerëz, me pak fjallë, Azren Shali, arkitekti nga Kosova, që e ka dizajnu këtë projekt jashtëzakonshëm arkitektural në Majmirin, Westfalen, Gjermanisë, e ka fitu Qelsin e Artë, do me thonë për punën e tij prej komunës. Edhe që me thonë vullëm për ndërkombëtar, e kena marrë veç para 2 jave, e kena fitu një çmim ndërkombëtar me të njëjtin projekt, që është Interior Big CEO Award 2026. Prej shumë projekteve që janë zgjedhur ato është përzgjedhur edhe projekti jonë, edhe jem të nominuar nikosisht në të njëjtën varg të çmimeve jem të nominuar për Best Hospitality Project 2026. Në projektet që i bojmë që shtojnë me qelë Sandor, që i rrim mas në çdo punë, na në fund e përfundojmë projektin me një sistem tillë. Ku në nshkruajmë unë si SEO i Studio 3-shit edhe investitori. Wow. E mira se punë është që çdo njeri që ka hyrë lokal e ka ditë kush e ka bërë çito. S'ka pas nevojë me vetë as pronarin. Kush është çito? Këtu është Iliri me pronari i restoran. Që me Bill Clintonin, a u konë edhe Bill Clintoni këto, a? Realisht, në këtë restoran Bill Clintoni s'ka ardhë halo, po për ndryshe pej presidente, s'po di që shi bjen ma i vogli në Bundestag e knena janë konë, e kam pa lokalin, kam pas rast bashkë me pronarin me i taku edhe ata,
edhe baja krenaria është. Edhe bile kena bisedu me një për deputetëve gjerman me bua dhe projektin e tij. Which one of you is gonna talk? Oh, hi. Hi, you're gonna talk. What's your name? Lisa. So, how often do you come to El Toro here? At the moment, weekly. Okay, how do you find the place so far? Good? Very good. What do you think about the concept, the interior and all that stuff? It is really special. A place we don't have anywhere in our region. We didn't have one so far. Okay. What's your favorite part of the restaurant? Or a detail? I think the something? ceiling in this room. The painting one. Oh, the ceiling. This one. Wow, I Yeah, didn't yeah. see the ceiling. The It's also- ceiling is it's also a fantastic. painting one. Wow. E çka do me thonë? Që kjo? Actually, we have made, it was an idea of Ilir. The idea was this room will be always private and like making businesses, making partnerships. So the meaning that of the painting was just to tell people that you're gonna shake hands here at the last minutes Okay. of the lunch. Okay, that's so meaningful. This is the guy behind it, if you didn't You can know. speak whatever you want, so Thanks guys, have a nice one. thank Bye. you so much. Kjo pjesa bufes njëri, Edhe buffet co-ops, është edhe hotel këtu? A? janë edhe 5 dhoma nalë që janë bagi dhoma nice. Okej. S'pe besoj që ka një Jo, këto s'ka që kurrë se dalë për mëngjes. bufeja kryesisht shfrytëzon për pavilonin. Wow, edhe që kjo është, a? O, Ne me, a? thash që është lokal Jo, bajegi thash ma. që është impiant njerëz. Nuk është restoran plus, pa e ditë që është edhe që kjo pjesë. Që ta shti u të përu. Njeri, veç analizoj lusterat, mu më lojnë për shtypje lusterat mas shumëti. Ku do që i, si në hotel, si në restorant, qysh, ku blejen këtu? Qysh i ke bo? A ke kriju një mas pari si imazh? Pa tjetër që po. Okej, edhe ja ke dërgu manufacturer, qysh me thonë, Realisht ati që e me provan. bashkëpunëtor që i kemë në Kosovë, që janë super profesional. Okej. Kemi arrit me bu, se për shembull nëse e sheh pak në detajet e se vren, po na e dim që i kena bu prej 6 lusterave në luster qëtu edhe prej 6 aty një tjetër zati. E që kjo, do me thonë, El Toro ma herët është dukë qështu. Qështu edhe El Toro është në qytet një 3 minuta për këtu, qëtu ka funksionu lokali El Toros për mi 30 vjetë. Okej. Edhe ideja ka qenë mos me qetë një fotografi, prap me angazhu një shok tonin, bashkëpunëtor tonin për Kosovës, me bu tamam piktur, Okej. edhe me pas idenë që çdo herë me kujtu që atë kalume prej ka jarë. Wow. Sa kohë të ka marrë? Sa kohë ka marrë veç projekti me qitë letër edhe sa kohë ka marrë, qysh me thonë, materializime, kështu, Okej. puna e vrasht më renda. Një vetë është bo projekti, bashkëpunim me zyrën që e ka bo për pjesën e komunës për marrjen e lejes. Okej, një vjetë back and forth. Back and forth Me komunë. fix. Edhe masi që është marrë leja, është bo edhe një rikapitulim edhe njerë konceptin të interierit u bazu në dimenzionet e sakta të lokalit që ishin atë kohë për shkak që është demolu komplet. Okej. Edhe mandena në ka marrë ku 6 muaj projekti e interierit, Okej. komplet me ofertimet. Se vetë si projekt, vetë si vizatime, e pa të më përfundu për 2 muaj e gjys, po mandena i kena marrë edhe ofertat komplet për secilën gjashtë, që me konë sa më transparent me klientin. Okej. Edhe mandena realizimi i saj ka zgat, kujtoj një vete 2 muaj, që është të diçka? Një vete 2 muaj. Ja. Ko gja shkurt po mdogo, nuk e di që shka qenë gjendja ma herët. Ka pas të lashën njerëz, edhe që ke ideja me pru materialin për i Kosovë, tash para mëne, kur kushtimisht po thamë, mobileria harron një pjesë diçka në Kosovë, dhe të shku me marrë, nemo kur harrohet këto. O, zot, të merë. Ti zyre ki veç në Kosovë? Ski... Edhe najdit, veç edhe najdit. Ako? Po. Okej. Këtë Ta herë- studje treshim pas ku me po... Kismet shumë shpejt, këtë herë realisht ka marrë për qatë punë. Në Izerlan, të premtën e kom pas takimin me noterin për me i fillu procedurat e dokumentacionit, me hap zyrën e studje treshtë dhe këtu. Okej. Zyre që kemë funksionu njëkohësisht si zyra arkitekturës, po dhe si zyre e real estate-it, Okej. që kena pas rast edhe me hine idenë e blerjes shtëpive, renovimit, shitjes, etj. Por Okej. deri sa këtu kena me i marrë projektet, në Prishtinë komplet kanë me u bu me stafin e studje treshtë atje, këtu me u ardhë prap me Gjerman me u shoshit edhe një herë, back and forth, edhe në fund me u dërzu. Okej. Realisht në qendër të qytetit bash 7 hotel ku është,
bashkë në qendër shtetit ka me qenë edhe zyra studiatresit shumë shpejt. E polë që jenë të interesu me mjë kontaktu, ku ju shkrujnë, zakonisht? Në Instagram? Insta studio3.co, web njejt. Të naon, do me thonë si të shkruan Studio 3 në Google. Edhe kanë mujt me gjetë, se përderi sa tash veç jem, unë nesër veç heci për Stuttgart, veç jem atje me 3 projekte aktive në Stuttgart. Apo, a jetu bo dhe projekte tjera tash të aktualisht? Edhe qa po më lem për shtypje dhe qa po gëzona realisht, se një djall i ri, po thamë, që klient tash 90% i kam Gjerman. Apo? E me ta është begi ma zërë me punu, po... E jetën Mitrovic, do me thonë, se qartësum sa duhet. Ti ke orë të bashkë me mu. Së është ideja me lëshu këtë Kosovën, munu me dhe qështu diçka mja bua. Okej. So klienta i ki Gjerman aktualisht? Për momentin i kam 8. 8 klienta Gjerman. Qka po lypin Gjerman? Shpia, banesa, restoranta? 6 janë shpia, renovia shpia, një është fitness, edhe një është një boarding house. Boarding house në kuptimin që këta e shohin, është një tip hosteli, që funksionon pa punëtor, edhe kryesisht aty bëjmë fjetje këta që kanë punë tranzitore. Më t'jau Gjermanve, kalzojo kushina. Siguroni një follow sa jeni që aty, mani edhe mu, edhe një shfaq nga ma shpesh juve, ju knaqe, unë jam bërim bacullik, gjithë kam gjini me që tema.